Të nderuar kolegë, nderuar profesues të medias, sot më 6 maj 2026, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi raportin tremujor të politikës monetare. Fokusi i këtij raporti ishte vlerësimi i ndikimit që ekonomia shqiptare pritet ketë nga goditja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, si dhe identifikimi i qëndrimit të duhur të politikës monetare. Bazuar në informacionin e disponuar, parashikimet e skenarit bazë sugjerojnë se rritja e çmimeve të naftës dhe të energjisë në tregjet botërore do të shkaktojë një rritje të lehtë dhe të përkohshme të inflacionit mbi objektiv gjatë vitit 2026, si dhe një ngadalësim margjinal të ritmit të rritjes ekonomike në vend. Ky parashikim faktorizon trendet pozitive të zhvillimit të ekonomisë shqiptare, treguesit e përmirësuar të stabilitetit ekonomik dhe financiar, pritjet për përfundim relativisht të shpejtë të konfliktit në lindjen e mesme, si dhe hapësirat e shtuara të reagimit të politikave tona makroekonomike. Bazuar në këto premisa, efektet e goditjes pritet të jenë kalimtare dhe të mos lënë gjurmë afatgjata në trendet e zhvillimit ekonomik të vendit. Megjithatë, pasiguria për të ardhmen mbetet e lartë dhe balanca e rreziqeve mbi inflacionin është vendosur në kahun e sipërm. Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të fajë të pandryshuar qëndrimin e politikës monetare, duke mbetur vigjilent ndaj zhvillimeve në tregjet botërore dhe ndikimit të tyre në ekonominë shqiptare. Lejoni të ofroj në vijim një pasqyrë më të detajuar të opinionit ton mbi zhvillimet ekonomike dhe financiare, si dhe të detajoj vendimin e politikës monetare të Këshillit Mbikëqyrës në mbledhjet e sotme dhe arsyet që e motivuan atë. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi një nivel mesatar prej 2.5% në tremujorin e parë të vitit 2026, duke regjistruar një rritje të lehtë në krahasim me tremujorin paraardhës. Kjo ecuri u diktua nga rritja e çmimeve të qiras dhe të naftës, si dhe nga stabilizimi në nivel vjetor i çmimit të energjisë elektrike për familjet. Nga ana tjetër, çmimet e ushqimeve të artikujve të tjerë të shportës patën një ecuri më të stabilizuar. Kahu i ecurisë inflacionit në tremujorin e parë ishte në përputhje me pritjet tona dhe ky tregues vijon të mbetet ende nën objektiv. Megjithatë, rritja e shpejtë e çmimeve të naftës në tregjet botërore në muajin mars dha menjëherë ndikimin e saj në inflacionin e këtij muaji, duke ilustruar fillimin e transmetimit të saj në ekonominë shqiptare. Në aspektin makroekonomik, ecuria e inflacionit gjatë tremujorëve të fundit është diktuar nga rritja e presioneve të brendshme inflacioniste dhe nga nivelet e ulta të inflacionit të importuar. Duke përjashtuar inflacionin e lartë të qirave, i cili pritet ketë natyrë kalimtare, presionet e brendshme mbeten në linjë me objektivin ton të stabilitetit të çmimeve. Nga ana tjetër, nivelet e ulta të inflacionit të importuar janë diktuar në një masë konsiderueshme nga forcimi i kursit të këmbimit. Megjithatë, rritja e çmimit të naftës dhe përcjellja e tij në artikujt e tjerë pritet të shoqërohet me rritje të inflacionit importuar gjatë tremujorëve në vijim. Ekonomia shqiptare po përballet me goditjen e ofertës që buron nga rritja e çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare nga një pozicion ekonomik relativisht i konsoliduar. Sipas të dhënave të Instatit, vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend u rrit me 3.8% gjatë tremujorit të 4 të vitit 2025. Ky zgjerim u mbështet nga rritja e konsumit familjar, e investimeve të sektorit privat dhe e eksportit të shërbimeve. Nga ana tjetër, politika fiskale ruajti një natyrë konsoliduese, ndërsa eksporti i mallrave shënoi rënje. Në aspektin sektorial, rritja ekonomike u pasqyrua në zgjerim të aktivitetit në sektorët e shërbimeve dhe të ndërtimit, ndërsa sektori i bujqësisë dhe ai i industrisë vijuan të tkurren.
Informacioni disponuar sugjeron për ritme dhe strukturë të ngjashme rritje edhe gjatë tremujorit të parë të këtij viti. Rritja e kërkesës për mallra e shërbime është pasqyruar në rritje të punësimit e të pagave në sektorin privat jo bujqësor dhe në një normë papunësie në nivelin 8.3%, çka përbën dhe nivelin minimal historik të këtij treguesi në periudhën post-tranzicion. Megjithatë, rritja relativisht e shpejtë e pagave nuk është transmetuar në rritje të çmimeve të konsumit, si pasojë e absorbimit të saj pjesërisht nga rritja e produktivitetit dhe nga rënja e marzhit të fitimit të bizneseve për njësi. Gjithashtu, pritjet për inflacionin afatmesëm vijojnë të mbeten të ankoruara pranë objektivit. Paralelisht me këto zhvillime, borxhi publik dhe ai huaj kanë ardhur në rënje, bilancet financiare të bizneseve dhe familjeve janë të shëndosha dhe likuide, sektori bankar paraqitet solid dhe rezistent ndaj goditjeve, ndërkohë që tregjet financiare shfaqen të qeta. Kjo tablo pasqyron ndër të tjera edhe kontributin pozitiv të politikës sonë kujdesshme monetare. Reagimi në kohë dhe konsistent ndaj zhvillimeve në inflacion ka bërë të mundur ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, kontrollin e pritjeve për inflacionin, funksionimin e qetë të tregjeve financiare, frenimin e shpejtësisë të forcimit të kursit të këmbimit, si dhe përmirësimin e kushteve të financimit. Përjavoj tregjet financiare vijojnë të karakterizohen nga likuiditeti i bollshëm, norma të ulta interesi, si dhe një qasje pozitive ndaj kreditimit. Kushtet e favorshme financiare janë pasqyruar në zgjerimin e shpejtë dhe me bazë të gjerë të kredisë për sektorin privat. Portofoli kredisë shënoi një rritje vjetore prej 13.7% gjatë 3 muajve të parë të vitit, duke vijuar të shfaq tregues të mirë cilësie, rritje graduale të peshës së kredisë në lek dhe orientim drejt financimit të projekteve të investimit të bizneseve dhe blerjes së banesave për familjet. Në këtë mënyrë, rritja e kredisë bankare ka vijuar të mbështesë zgjerimin e konsumit dhe të investimeve në sektorin privat, duke dhënë kështu një kontribut pozitiv në rritjen ekonomike të vendit. Përditësimi i parashikimeve të skenarit bazë është bazuar në supozimin e një zgjidhje relativisht të shpejtë të konfliktit në lindjen e mesme. Pozicioni shëndosh fillestar i ekonomisë shqiptare sugjeron se goditja e çmimeve do të sjellë një rritje të përkohshme të inflacionit mbi objektiv gjatë 3 mujorëve në vijim. Megjithatë, kjo rritje pritet të jetë e lehtë dhe kalimtare, me përfundimin e efektit direkt të goditjes dhe kontrollin e efekteve indirekte të saj, inflacioni pritet të zbresë gradualisht drejt objektivit në afatmesëm. Po ashtu ekonomia shqiptare pritet të ruajë ritme pozitive rritje gjatë viteve në vijim, të parafërta me vlerësimet tona për potencialin e zgjerimit të aktivitetit ekonomik. Për momentin, rritja e pasigurisë dhe shtrejtimi i faturës së importit të naftës pritet të kenë një ndikim negativ, por vetëm margjinal dhe kalimtar në treguesit të rritjes ekonomike gjatë vitit 2026. Megjithatë, konflikti ushtarak dhe tensionet gjeopolitike në lindjen e mesme mbeten një burim rreziku dhe pasigurie mbi ekonominë botërore dhe gjithashtu atë shqiptare. Ndikimi i tij në ekonomi dhe në inflacion do të varet dukshëm nga kozgjatja dhe intensiteti i konfliktit, duke e zhvendosur balancën e rreziqeve në kahun e sipërm për inflacionin dhe në kahun e poshtëm për rritjen ekonomike në afatmesëm. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 2.5%. Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar edhe normën e interesit depozitës njëditore në nivelin e 1.5% dhe të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë njëditore në nivelin 3.5%. Këshilli Mbikëqyrës gjykoi se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për momentin. Ky qëndrim mundëson përmbushjen e parashikimeve të skenarit bazë,
duke i ofruar ekonomisë shqiptare kushtet përshtatshme monetare për kthimin e inflacionit në objektiv. Gjithashtu ai adreson pasigurinë mbi ecurinë e ekonomisë dhe të inflacionit në të ardhmen, duke mundësuar më shumë kohë për monitorimin e ecurisë së çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare dhe duke ofruar fleksibilitetin e duhur për një reagim në kohë ndaj zhvillimeve të pafavorshme që mund të ndodhin. Këshilli Mbikëqyrës vren se reagimi i politikës monetare do të vijë të orientohet në çdo rast drejt respektimit të objektivit të stabilitetit të çmimeve, duke u kujdesur që goditja e ofertës të mos shndrohet në presione të qëndrueshme dhe afatgjata inflacioniste. Këshilli Mbikëqyrës do të monitorojë me kujdes dhe në vazhdimsi situatën. Bazuar në dhënat e reja, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mbetet i gatshëm të reagojë në kohën, kahun dhe me forcën e duhur ndaj çdo rreziku material mbi stabilitetin e çmimeve që është objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë.